Keni zbokth në flok, përdoreni këtë maskë pa kosto dhe do shpëtoni. 50% e popullsisë kanë disa probleme me zbokthin dhe vetëm 2% e popullsisë kanë problem të vazhdueshëm me të. Zbokthi është diçka që askush nuk dëshiron ta ketë, ndërsa parandalimi i tij varet nga metodat që zbatohen për trajtimin e tij. Këtu do t'ju paraqesim maskën fantastike me kozë dhe piper të zi, e cila është e shkëlqyer për zhdukjen e zbokthit. Kosi përmban një dozë të bakterieve të shëndetshme që ndihmojnë në rregullimin e infeksioneve fungale. Përbërësit janë 2 lugë piper dhe një gotë kos. Përzieni këto përbërës dhe aplikojeni në lëkurën e kokës. Lëreni të qëndrojë për 1 orë, pastaj lajini kokën duke përdorur shampo të butë. Është shumë e rëndësishme që përbërësit të jenë të freskët në mënyrë që trajtimi i tyre të ketë sa më shumë efekt.